Kosova gjatë gjithë ditës së sotme është në nivelin portokalli të sigurisë duke paralajmëruar shi, breshër, stuhie, bubullima. Kështu citohet në postimin e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës. Ndërkohë eksperti i emergjencave në Kosovë, Tahir Ahmeti, vlerëson se paralajmërimet e hershme janë shumë të rëndësishme për qytetarët dhe të njëjtat nuk duhet të ngjallin panik. Paralajmërimi i hershëm nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës si institucioni qendror i paralajmërimeve për ndryshimet hidrometeorologjike në Kosovë nuk duhet të merret si panik nga qytetarët, mirë po duhet të merret si një paralajmërim i hershëm dhe i dobishëm për qytetarët e Kosovës në mënyrë që edhe ata të jenë të informuar për çfarë do ndryshime hidrometeorologjike në këtë rast për këto stuhi që ndodhen ditëve të fundit. Eksperti i emergjencave Ahmeti vuri theksin edhe te komunat, që sipas tij ato duhet të jenë të përgatitura me planet e emergjencave. Komunat në këtë rast duhet që të kenë planet emergjente apo dokumentet e vlerësimit të rrezikut në mënyrë që ata të bëjnë vlerësimin e rrezikut për fatkeqësitë natyrore në atë komunë ku janë, pra të shohin se çfarë rreziku mund të vjen. Në këtë rast edhe mund të jemi duke folur për stuhi. Ky është për komuna, ndërsa edhe institucionet qendrore duhet gjithmonë të investojnë në parandalim, qoftë në rritjen e kapaciteteve të resurseve humane të ekipeve emergjente apo edhe në mjetet e pajisjes. Referuar për mbytyjeve të fillimvitit, Ahmeti tha se gjithmonë duhet të punojmë në pastrimin e lumenjeve dhe të bëjmë përgatitjet e duhura që asnjë stuhi të mos na gjejë të papërgatitur. Për fatkeqësitë natyrore duhet gjithmonë në vazhdimsi të jemi të përgatitur dhe të punojmë, sepse fatkeqësitë natyrore nuk mund të dalin, ato janë të paparashikueshme dhe mund të ndodhin. Mirë po gjithsesi që institucionet dhe edhe qytetarët duhet të jenë gjithmonë të përgatitur që kur të ndodhin pasojat të jenë sa më të vogla. Kujtojmë se nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës është kërkuar nga qytetarët që gjatë stuhive të shmangin qëndrimin në ambiente të hapura, të mos strehohen nën pemë të vetmuara pranë shtyllave elektrike ose objekteve metalike, të mbrojnë automjetet dhe pronën nga breshëri dhe era të forta, si dhe të tregojnë kujdes të shtuar në komunikacion për shkak të dukshmërisë së reduktuar dhe rrugëve të rrëshqitshme.